Shejti i ditës 15 mars. Shën Zaharia, papa i dialogut dhe mbrojtësi i kishës. Shën Zaharia, viti 741-752, ishte një nga papët më të shquar të shekullit të 8, i njohur për mençurinë, diplomacinë dhe dashurinë për kishën. Ai e udhëhoqi kishën në një kohë të vështirë politike dhe fetare, duke treguar një shpirt të vërtetë shërbimi dhe përkushtimi ndaj besimtarëve dhe paqes në Evropë. Si papa i fundit me origjinë siriane, ai dha një kontribut të madh në përforcimin e autoritetit të papës në botën perëndimore dhe në ruajtjen e stabilitetit të kishës. Shën Zaharia lindi në Kalabri, një rajon në jug të Italisë, një familje me origjinë greke. Që herët u shqua për dijen, urtësinë dhe devotshmërinë e tij. Që kur ishte diakon, ai shërbeu pranë papës Gregorit të Tretë dhe ndihmoi në punët kishtare. Për shkak të aftësive të tij, u zgjodh pap më 3 dhjetor të vitit 741, pas vdekjes së paraardhësit të tij. Ishte një njeri i kulturuar, me prirje për artin, poezinë dhe teologjinë, si dhe një lider që besonte në fuqinë e dialogut për të zgjidhur konfliktet. Në atë kohë, Evropa përballej me sfida të shumta politike dhe fetare. Perandoria bizantine ishte e dobësuar dhe nuk mund të mbronte territoret papnore, ndërsa mbretërit Langobard në Itali synonin të zgjeronin pushtetin e tyre duke marrë territore nga papa. Zaharia u tregua një diplomat i shkëlqyer, duke arritur të binte mbretin Langobard, Luit Prand, të ndalonte pushtimet dhe madje t'i kthente kishës territoret e marra në Rom dhe Raven. Kjo ishte një fitore e madhe për Selinë e Shenjtë dhe tregoi mençurinë e tij si lider shpirtëror dhe politik. Edhe pas vdekjes së Luit Prandit, Zaharia arriti të ndikonte pasardhësin e tij, mbretin Rëqiz, duke e bindur të ndalonte planet për të pushtuar Perugian dhe Monte Cassinon. Në këtë mënyrë, ai mbrojti jo vetëm kishën, por edhe stabilitetin e Italisë. Një nga ngjarjet më të rëndësishme të papatit të Zaharis ishte ndërhyrja e tij në politikën e mbretërisë së Frankëve. Pas vdekjes së Karl Martelit, 2 djemtë e tij, Karlmani dhe Pipini i vogël, hyn në një konflikt për trashëgiminë. Frankët i u drejtuan papës për një vendim. Zaharia, duke parë që Karlmani nuk ishte i aftë për të sunduar, mbështeti Pipinin, i cili në vitin 751 u shpall mbret me bekimin e papës. Ky ishte një moment historik, pasi për herë të parë një pap caktonte një mbret në emër të kishës. Me këtë akt, papa Zaharia e shkëputi kishën perëndimore nga ndikimi bizantin dhe hodhi themelet e konceptit të investiturës papnore, një praktikë që do të ndikonte thellë në historinë e Evropës mesjetare. Përveç politikës dhe diplomacisë, Zaharia kishte një përkushtim të veçantë për jetën shpirtërore dhe rritjen e besimit në kishë. Ai organizoi disa koncile kishtare në Rom, ku u përqendrua në përmirësimin e formimit të klerikëve dhe në thellimin e besimit të popullit të krishterë. Ishte një pap që e shihte rolin e kishës si një urë midis Zotit dhe njerëzve, duke punuar për një krishtërim më të sinqertë dhe më të gjallë. Gjithashtu, ai kontribuoi në restaurimin dhe zbukurimin e Lateranit, duke bërë që disa ta quanin shtëpia e Zaharis. Përveç kësaj, ai tregoi një kujdes të madh për manastirin e Monte Cassinos, duke ndihmuar në rindërtimin dhe zhvillimin e tij, pasi ai ishte një qendër e rëndësishme e kulturës dhe fesë në Evropë.
Shën Zaharia ndroi jetë më 15 mars të vitit 752 dhe u varros në kriptën e bazilikës së Shën Pjetrit në Rom. Ai la pas një trashëgimi të rëndësishme si një pap i dialogut, paqes dhe mbrojtjes së besimit. Vendimet e tij politike dhe kishtare patën ndikim afatgjatë në historinë e Kishës dhe të Evropës, veçanërisht në forcimin e rolit të papës në çështjet botërore. Mesazhi i Shën Zaharis për ditët e sotme. Shën Zaharia na mëson se udhëheqja vërtet nuk bazohet në forcë, por në urtësi, dialog dhe shërbim. Ai u përpoq të ndërtonte paqe në një kohë të trazuar dhe të ruante kishën nga sulmet e jashtme. Ky shembull është i vlefshëm edhe sot, kur përballja me sfida të mëdha kërkon urtësi dhe diplomaci të krishtar. Në këtë ditë feste mund të lutemi kështu: O Shën Zahari, na mëso të jemi njerëz të paqes dhe të urtësisë. Ndihmona të forcojmë besimin ton dhe të mbrojmë vlerat e krishtara me dashuri dhe dialog. Amen. Trashëgimia e tij vazhdon të frymëzojë kishën dhe të gjithë ata që kërkojnë paqe, drejtësi dhe një besim të vërtetë në shërbim të Zotit dhe njerëzimit.